13 zyrtarë në Këshillin Gjyqësor të Kosovës ka rezultuar se punojnë pa kontrata të reja të punës, sipas raportit të auditimit për pasqyrat financiare të KGK-s për vitin 2024. Në bazë të raportit të zyrës kombëtare të auditimit, figuron se në këto raste janë të përfshirë kryesisht pozitat e bashkëpunëtorëve profesional, rojeve e vozëcëve. Mos përputhshmëria e koeficientit të pagës është një tjetër problem që përmendet në raport. Më tej këto akte emrime apo kontrata ekzistuese të nënshkruara nga 2012 tutje nuk ofrojnë bazë të qartë për kalkulim të pagesës, pasi vlera e koeficientëve të këtyre kontratave ndryshon me vlerën e koeficientëve të caktuar e rregulluar me ligjin e pagave, apo rregullorën për klasifikimin e vendeve të punës, e cila ka hyrë në fuqi nga qershori 2024. Tutje në raport theksohet se mbi 5.000 euro për paga retroaktive të një këshilltari për 11 muaj të 2023-s janë ekzekutuar pa ofruar ndonjë dëshmi që arsyeton pagesën. ZKA-ja thekson se kjo ka ndodhur si rezultat i pakujdesisë së menaxherëve përgjegjës për llogaritjen e pagave, për çka i është kërkuar kryesuesit të KGK-s sigurimi i raportit për implementimin e kontratave. Mungesa e përgatitjes së akteve të reja të emërimit apo kontratave të punës, përveç se është mospërfillje e kërkesave ligjore, njëkohësisht ndikon edhe në krijimin e paqartësive në llogaritjen dhe realizimin e pagesave për punonjësit, si dhe në rast të kontesteve vështirëson marrjen e vendimeve apo kalkulimin e drejtë të pagesës, ndërsa pagesa retroaktive pa dëshmi mbështetëse ndikon në realizimin jo racional të paras publike. Në KGK mosofrimin e kontratave të reja për 13 zyrtarët e arsyetuan me hyrjen në fuqi të ligjit për zyrtarët publik dhe atë të pagave, duke thënë se sekretariati ka qenë i rezervuar në lëshimin e akteve të reja të emërimit. Megjithë këtë, çështja e vendit të punës dhe e pagës së këtyre të punësuarve është rregulluar me vendim dhe rregullore të Këshillit Gjyqësor, që nënkupton se të njëjtit nuk kanë asnjë dilemë sa i përket sigurisë për vendin e punës dhe të ardhurave mujore, për çka sekretariati është siguruar që të njëjtit të kompenzohen në pajtim me ligjin. Gjithashtu edhe kontratat e tyre paraprake janë në fuqi derisa të ndryshohen me akte të reja. Auditori po ashtu thekson se regjistra jo të saktë të pasurisë brenda KGK-s kanë rezultuar në furnizimet me invertare dhe mobile, me çrast 21.000 euro nuk janë evidentuar në regjistrat e pasurisë me vlerë nën 1.000 euro. E në KGK thanë se janë duke i trajtuar me seriozitet të gjitha të gjeturat dhe rekomandimet për përmirësimin e funksionimit të sistemit gjyqësor.